Shtëpia e bardhë në skajin e fshatit dukej si e ngrirë me sati dimri të ashpër. Era e veriut frynte mes degëve të thata të kumbullave që Maria kishte mbjell vite më parë. Ajo nuk jetonte më. Dhoma e saj kundërmonte akoma aromën e barave që ajo përdorte për t'i lehtësuar dhimbjet, dhe në komodin qëndronte ende shalli i saj preferuar i palëvizur, sikur ta ruante vendin e pronarës. Në atë shtëpi tani jetonin vetëm dy burra. Arjani, bashkëshorti i Marias, rreth të 50-tave, me fytyrë të serdë dhe duar të forta punëtori. Erioni, djali i Marias nga një martesë e parë, vetëm 18 vjeç, me sy të butë, pak i ndrojtur, pak i heshtu, si dikush që ishte mësuar të mos zinte shumë vend. Në botë, me vdekjen e Marias, diçka në atë shtëpi u thye. Jo vetëm një zemër, jo vetëm një familje, por edhe një kontratë e padukshme, një qetësi që ajo e kishte mbajtur me forcë për plot vite. Dita kur u kthye nga varri, Erioni mbante në duar fotografinë e nënës. Nuk qante, por dukej sikur lotët i shkonin brenda në shpirt. Arjani mbylli derën me zhurmë më të madhe se ç'duhet. Ai nuk fliste, nuk e shikonte djalin. Në sytë e tij kishte lodhje, por edhe diçka tjetër, një hije e errët, e vjetër, e shtypur prej kohësh që tani nuk kishte më pengesë. Në mbrëmje, ndërsa Erioni po paloste rrobat e nënës me kujdes, Arjani hyri në dhomë. Lëri ato, i tha me një ton të akull. S'ka pse preken më, djali ngriti sytë i hutuar. Po dua t'i sistemoj të mos, s'më intereson çfarë do. Shpërtheu Arjani, zëri i tij u përplas në përmuret e dhomës, duke i dridhur si gjethen e erë. Erioni uli kokën. Ai nuk ishte mësuar të fliste kundër. I ati ti i vërtet kishte ikur kur ai kishte qenë vetëm 2 vjeç. Dhe ai nuk mbante mend as emrin, as fytyrën. E kishte pasur vetëm nënën, vetëm atë gjithmonë. Maria e kishte martuar me Arjanin kur djali ishte 8 vjeç. Ajo kishte menduar se një burr në shtëpi do t'u sillte stabilitet, por Arjani kur nuk e kishte pranuar plotësisht. E kishte toleruar, jo dashur. Maria këtë e dinte. E kishte parë, por kur nuk e pranoi me zë të lartë, sepse ajo besonte se koha i zbutë të gjithë, por koha nuk e zbuti Arjanin. Ajo vetëm e mbajti të heshtur. 3 ditë pas varrimit mëngjesin e tretë, kur era përplaste dritaret sikur donte t'i rrëzonte, Arjani e thiri Erionin në kuzhinë. Duhet të flasim. Zëri i tij ishte i ftohtë, pas një prekje ndjesie. Djaloshi ul ngadalë. Tani që Maria nuk është më, tha Arjani duke ngrirë paksa, gjërat do ndryshojnë. Erioni nuk fliste. Ti je 18 vjeç, djali rritur. Si jam më i detyruar të mbaj në këtë shtëpi, fjala mbaj i shpoj shpirtin. Ai kur nuk ishte ndjer barë për nënën. Por për Arjanin po, mund të rrit tek halla, tha ngadalë djali. Vetëm pak kohë derisa të gjej, jo. Ik sot, Erioni ngriti kokën i shokuar, sot. Po, sot. Shtëpia është e imja. Nuk kam ndërmend të mbaj njeri që s'është imi, fjalët e tij ranë sigur të rënd në stomakun e djaloshit. Ishte dimër, nuk kishte para, nuk kishte nga të shkonte. Halla jetonte në një fshat tjetër e varfër dhe kishte 2 fëmijë të vegjël. Pse nuk më jep pak kohë? Pyeti me zë që i dridhej, s'ke më vend këtu, tha Arjani dhe u ngrit. Maria iku. Me të iku edhe detyrimi im për ty, djali uli kokën dhe syt ju mbushën me lot. Ajo nuk do donte. Ajo nuk është këtu të doj gjë. Hija preu prerë kaq. Nuk kishte më asgjë për të thënë. Përgatitja e largimit, Erioni shkoi në dhomë dhe mblodhi pak rroba në një çantë të vogël sportive. Pa garderobën e nënës dhe filloi të çante në heshtje, me fytyrë të futur në shallin e saj të vjetër. Ky shall kishte aromën e saj dhe dukej sikur e ngrohte për herë të fundit. Kur doli nga dhoma, Arjani as nuk e shikoi. Vetëm qëndroi në kuzhinë duke pirë kafe, sikur në shtëpi nuk po ndodhte asgjë rënd. Djali doli jashtë. Bora zhuriste këmbët e tij. Ai qëndroi disa sekonda para portës, duke parë shtëpinë ku ishte rritur, ku kishte qeshur, luajtur, mësuar dhe ku tani nuk kishte më vend. E mbylli portën ngadalë. Ajo portë mbushi një kapitull të tërë me një zhurmë të vetme. Rruga e gjatë drejt Askunditerjoni nisi të ecte poshtë kodrës. Era i hynte në rroba. Ishte tmerrsisht ftohtë. E dinte se tek halla nuk mund të shkonte ashtu papritur pa lajmëruar. S'kishte telefon, s'kishte para, kishte vetëm veten dhe dhimbjen. Pas 2 orësh ecjeje, ul në një pemë të zhveshur pranë urës së vjetër. Ndjeu një dhimbje të madhe në gjoks. Sikur bota i ishte ngritur kundër, mami përshpëriti me zë të thyer. Çfarë do bëj tani? Era i mori fjalët si të ishin fëmijë të humbur. E ndërsa i rinte ulur duke u dridhur, një makinë e vjetër u afrua ngadalë. U ndal. Dritarja zbriti.
O djalosh që bëm vetëm në këtë ftohtë, zëri ishte i butë. I njohur. Ishte shoqja më e ngushtë e nënës, Teuta, Erionit i mpihen duart. Shpirti ju hap paksa. Por ai nuk e dinte ende se ndihma që po i afroheshte do ta çonte në një histori të gjatë, të dhimbshme. Por edhe të bukur një histori luftash, zbulimesh, tradhtish të vjetra dhe të vërtetash të fshehta të nënës së tij. Dhe ajo histori sapo kishte filluar. Era e akullt vionte të frynte mbi urën e drunjë, ndërsa Erioni ngrihej ngadalë nga vendi ku ishte ulur. Teuta hapi derën e makinës së saj të vjetër, një Golf 2 blu që dukej sikur kishte jetuar më shumë se shumë njerëz të fshatit. Hyr shpejt se do na ngri fryma, i tha me zë të butë, por që fshite një shqetësim të thellë. Erioni hyri pa thënë fjalë. Duart i dridheshin. Syt ishin të skuqur nga lotët e pashprehur. Teuta e shikoi me kujdes. Ishte rritur kaq shumë, por sërish duke fëmijë që dikush e kishte hedhur në mes të dimrit. Ajo ndezi ngrohjen dhe nisi të lëvizte ngadalë, ndërsa makina që kalonin rralli hidhni një vështrim kurioz djalit të ulur në sedilje, me çantë të vogël dhe shpresë të thyer. Çfarë ka ndodhur, bir? Zëri i saj ishte i qetë, gati njësoj si zëri i Marias, dhe kjo e shpoi zemrën e djalit. Ariani më nxori nga shtëpia, tha më në fund. Sot, po, pas një arsye, pas një paralajmërim, ai tha se s'jam i tij. Tani që mami s'është, nuk ka pse të më mbaj, fjalët i dridheshin. Teutës ju mbushën syt me lot. I njihte burrat si Ariani. I kishte parë gjithë jetën. Burra që ishin të vështirë edhe kur gruaja ishte gjallë, por që ktheheshin në më të egër se dimri kur mbeteshin vetëm. Hajde tek unë, i tha me njëherë. S'dua të bezdis, mos fol marrëzira. Ti je djali i Marias. Dhe për mua, kjo do të thot familje, djali uli syt. Nuk ishte mësuar të ndjente mbrojtje. Maria e kishte mbrojtur gjithmonë, por bota ishte e fortë. Tani, dikush po i thoshte mos u tremb, je me mua. Teuta jetonte vetëm me të bijën, Anisën, një vajzë 20 vjeçare që studionte në qytet dhe vinte në fundjavë. Shtëpia ishte e vogël e thjesht, por e ngrohtë me perde të qepura vetë dhe tepi që mbanin aromë sapuni shtëpie. Kur mbërritën në shtëpi Teuta i hapi derën me shpejtësi, hyr bir. Zgjidhu, ke ngrir krejt. Ajo i solli një batanie të trash, një tas me çaj të nxehtë mali dhe një cop bukë të ngrohtë me djathë shtëpie. Ndërsa i hante, ajo e vështroi me kujdes. Në fytyrën e tij nuk kishte asgjë tjetër veç lodhjes dhe dhimbjes së pjekur përpara kohe. Duhet i tregojmë dikujt, tha Teuta. Nuk mund të rish në rrugë. S'dua probleme, murmuriti Erioni, ti s'ke bër asgjë. Problemi është ai, por djali tunte kokën. Ai e njihte Arianin. Ndoshta nuk do t'i vinte pas, por nëse e zemëroje, rrezikoje gjithçka. Mbrëmja që ndryshoi gjithçka Teuta i dha dhomën e Anisës. Ai ul në shtrat, pa rrobat e thjeshta, ngjyrat vajzërore, kornizën e një fotografie të vogël të Teutës dhe Marias kur kishin qenë 17 vjeçe. Ai e mori kornizën në duar. Në foto Maria qeshte me ato sytë që gjithmonë dukeshin sikur falnin mirësi, ndërsa Teuta pranë saj e mbante me krah të hedhur në supe. Ti e njihe maman që e vogël? Pyeti ai. Teuta ul pranë tij. Ne ishim motra, jo mikeshat. Nuk u ndam derisa u ndal dhe sytë ju mbushën me lot. Derisa ajo u martua me Arianin. Aty gjërat ndryshuan. Erioni e pa i habitur. Mami nuk fliste shumë për të kaluarën, sepse nuk donte të shqetësonte, i tha Teuta. Maria ka bërë shumë sakrifica. Shumë. Më shumë se sa ti e di, bir. Erioni uli syt. Dua të di gjithçka për të, tha me zë të dridhur. Do t'i tregoj të gjitha, ju përgjigj Teuta, por jo sonte. Je i lodhur. Nesër do flasim. Ajo doli nga dhoma dhe la hapur derën që drita e korridorit të mos e linte krejt në errësirë. Por atë natë, Erioni nuk fjeti. E shtrirë në shtrat, syti qëndronin te tavani, ndërsa pyetjet i vërshonin mendjes. Çfarë sakrificash kishte bërë nëna e tij? Pse nuk e kishte treguar? Dhe çfarë tjetër kishte mbajtur e fshehtë? Ai nuk e dinte se përgjigjet nuk do ta qetësonin, do ta trondisnin. Të nesërmen në mëngjes Teuta ul në tavolinën e vogël të kuzhinës me një dosje të vjetër kartoni në dua. Ishte e lidhur me një shiri të zverdhur. Djalit i rrite zemra shpejt. Kjo, tha ajo duke e prekur but dosjen, është jeta e Marias. Pse e ke ti, sepse ajo më kërkoi ta ruaja. Tha, nëse më ndodh gjë Teut, jepi Erionit këtë dosje. Ai duhet ta di të vërtetën. E të vërtet, që Ariani nuk është thjesht njerëku yt, po çfarë është? Pyeti djali, i shtangur. Teuta e hapi dosjen me ngadalë. Brenda kishte letra, receta, fotografi të vjetra, madje edhe një letër të pahapur me një emër që Erioni nuk e kishte parkur në jetë. Teuta e nxori letrën dhe ja tregoi. Në kopertinë shkruaj emri plot.
Arjan Kodra, babaiut biologjik, djali e humbi frymën. Dhoma u rrotullua. Jo, belbëzoi ai, kjo s'është e mundur, është më shumë se e mundur, bir. Dhe kjo është vetëm fillimi. Maria kishte frikë se ai ditën që ajo të mos ishte më do të përzinte. Sepse në të vërtet, ai kishte frikë nga e kaluara. Nga e vërteta, Teuta e uli letrën dhe i mori duart e djalit. Arjani të nxori nga shtëpia, por e ka nxjerrë edhe gjakun e vet Erionit ju thye zemra në dysh. Dhe tani historia nuk ishte më thjesht për një djalë të nxjerrë në dimër. Ishte historia e një tradhtie të madhe, e një sekreti të mbyllur për 18 vjet, e një babai që nuk guxoi kur të pranonte djalin e vet. Erioni mbante letrën në duar, por duart i dridheshin aq shumë sa letra pothuajse i rrëshiti. Emri i shkruar mbi të duke i huaj, por në të njëjtën kohë i njohur si një hi që kishte qenë aty gjithë jetën. Por askush nuk e kishte përmendur. Arjan Kodra, babaiut biologjik, fjalët nuk kishin kuptim. Nuk mund të kishin. Por brenda tij diçka u hap papritur, sikur një dry i vjetër u këput dhe dera e së vërtetës u çel me forcë. Ai kërkonte frym, por nuk gjente. Teuta e vështroi me dhimbje. Bir, e di që është shumë, por Maria të donte të dije. Ajo nuk donte të ikte nga kjo botë me peshën e një sekreti kaq të rënd. Pse ma fshehu? Murmuriti djali me zë të thyer. Teuta ngriti dosjen dhe nxori një fotografi të vjetër. Ishte Maria, shumë më e re, ndoshta 20 vjeçe. Në krah të saj, Arjani me duar rreth belit të saj, duke buzëqeshur me një buzëqeshje që nuk ja kishte parë kurrë. Sepse historia mes tyre ishte shumë më errët se sa mendon. E vërteta që nisi më shumë se 18 vjet më parë, Teuta mori frym thellë dhe nisi të tregonte. Maria u dashurua marrëzisht me Arjanin kur ishte shumë e re. Ata u lidhën fshehu razi, sepse familja e tij nuk e donte. Ishin shumë të varfër, dhe Arjani atëherë akoma nuk kishte filluar të punonte në ndërtim jashtë shtetit. Ishte impulsiv, i egër, xheloz, por Maria e donte. Shumë, aq shumë sa nuk e shikonte errësirën tek ai. Erioni dëgjonte në heshtje, me zemër që i rrihte si daulle. Kur Maria mbeti shtatzëm me ty, vazhdoi Teuta, Arjani ndryshoi. U tërhoq, u ftoh, nisi t'i shmangej. Dhe kur ajo i tha se do bëhej baba, ai u zhduk fare. E la, e tradhtoi. E braktisi, sytë e djalit u zgjeruan. Ai e mohoi shtatzënin. E mohoi atë, e mohoi ty, e mohoi gjithçka. Maria qau net me radhë. Nuk kishte nga të shkonte. Familja nuk e mbështeti. Dhe në kohën më të vështirë, ajo u njoh me një burr tjetër, me babain tënd të rejshëm, njeriun që ti se mban mend. Ai ishte i mirë, i qetë, e ndihmoi, e strehoi. Pranoi të rriste si të ishe gjaku i tij. Ai u largua kur kam qenë 2 vjeç, tha Erioni ngadalë, po. Jo sepse nuk të deshi, por sepse pati një aksident, humbi punën, humbi shtëpinë. U bë njeri i humbur. Maria nuk pati fuqi të kërkonte më pas. E la të ikte. Dhe ti u rrite vetëm me të, Teuta heshti për një moment. Por kur ti mbushet 8 vjeç, Maria bëri gabimin më të madh të jetës. U martua me Arjanin, tha Erioni me një zë që mezi dëgjohej. Po, bir. Ajo mendoi se ai kishte ndryshuar. Se koha e kishte zbutur. Se mbase tashmë burri ishte gati të pranonte atë që dikur kishte mohuar. Por ai s'më deshi kurrë. Ai të njihte. Ai e dinte shumë mirë kush ishe. Dhe pikërisht kjo ishte arsyeja që nuk të donte. Pse? Pyeti djali me një tronditje që i ngjante thyerjes së një qelçi. Sepse ti ishe dëshmia. Dëshmia e gabimit të tij, e braktisjes së tij, e frikës së tij. Arjani nuk është burri i keq vetëm se nuk të deshi. Ai është burri i keq sepse të mohoi ndonjë se ti ishe gjaku i tij. Letra e pa hapur, Erioni mori frym thellë dhe hapi zarfin me duar të dridhura. Brenda kishte një letër të shkruar me dorë, me shkrim të trashë, të shtrembër, padyshim të Arjanit. Maria, po e mban këtë fëmijë mbi mua si mallkim. Më le pa rrugë për t'u larguar. Ai nuk është përgjegjësia ime. Ti e zgjodhe këtë rrugë vet. Mos më detyro të bëj atë që s'dua. Arjan Erionit ju erësua shikimi. Ai e ka shkruar kur ishte gjallë mami, po bir. Kur ajo mbeti shtatzën me ty. Letra është nga koha kur e braktisi. Maria nuk të tregoi. Nuk donte që ti të mendoje se ishe i padëshiruar, djali mbylli syt. Lotët i rridhnin ngadalë. Dhe tani ai më nxori jashtë. Pasi e humba maman më nxori jashtë, sepse kishte frikë, tha Teuta. Frikë se mos t'i zbuloje të vërtetën. Frikë se mos kërkoje mbiemrin e tij. Frikë se mos kërkoje atë që të takon me ligj. Frikë nga vetja e tij. Një vendim i dhimbshëm. Erioni u ngrit, i turbullt, dua ta takoj, jo tani bir. Je i nxehur, dua ta shoh.
Të më thot në sy. Dua ta pyes pse. Teuta ju afrua dhe i vuri duart në supë, nëse shkon sot mund të ndodh diçka e keqe. Ai është njeri i vështirë, i paparashikueshëm, nuk më intereson. Dua ta shoh, nëna jote do donte ti mendoje gjërat mirë, Erioni shtrëngoi dhëmbët. Pikërisht sepse e dua maman do ta bëj. Teuta e kuptoi se nuk mund ta ndalonte. Djali nuk ishte më fëmijë. Ishte një shpirt që kërkonte drejtësi. Mirë, tha ajo duke marrë gjaketën. Por nuk shkon vetëm. Do vi unë me ty drejt shtëpisë që e braktisi rrugës, makine vogël tundej në akull. Teuta mbante timonin fort, ndërsa Erioni shikonte dritaren, pa folur. Shtëpia e vjetër e bardhë u shfaq mes mjegullës. E ftohtë, pa jetë, pa dritë, je gati. Pyeti Teuta, jo, tha ai. Por duhet, ai doli nga makina. Çanta i varej në shpatull. Zemra i rrihte fort, por hapat i ishin bërë të palëkundshëm. Ai trokiti derën. Pas pak sekondash dera u hap. Ariani shfaqet në prag, i ngrysur me sy të skuqur, me një fytyrë të ashpër që nuk tregonte asgjë njerëzore. Ai e pa djalin dhe nuk foli. Por në sytë e tij për herë të parë kishte diçka të çuditshme, frikë. Ariani qëndroi në prag të derës, trupi ngrirë, fytyrë e paqartë, sy të lodhur që shmangnin shikimin e Erionit. Në sfond shtëpia dukej bosh, sikur vdekja e Marias kishte marrë edhe dritën, zërat dhe ngrohtësinë e fundit që kishte mbetur aty brenda. Erioni mori frymthell, duke ndier shpërthimin e zemrës në gjoks. Nuk e kishte imagjinuar asnjëherë këtë moment, ose më saktë, gjithmonë e kishte imagjinuar. Por jo kështu. I hedhur jashtë, i braktisur dhe i tradhtuar nga njeriu që sot e dinte se ishte babai i tij biologjik. Më nxorre jashtë, tha me zë të ulët, por plot forcë. Të vetmin vend ku kam jetuar gjithë jetën. Ariani lëvizi buzët, por nuk nxori fjalë. Teuta qëndronte një hap pas Erionit, gati të ndërhynte nëse gjërat përkeqësoheshin. Pse? Pyeti Erioni. Dua vetëm të di pse. Ariani fërkoi balli me nervozizëm. Nuk e çfarë kërkon këtu, tha ashpër. Koha jote në këtë shtëpi mbaroi. Mbaroi me Marian. Emri i saj ra në ajër si një goditje. Maria ishte nëna ime, tha Erioni. Por ti ishe burri i saj. Dhe baba im, fjalët ranë sigur mbi tokë. Teuta uli syt, e dinte se kjo ishte çasti që Ariani s'do t'i shpëtonte dot të vërtetës. Ariani ngriti kokën me vrull. Kush ta tha? E rëndësishme është se e di. Përplasja Ariani u kthye nga brenda shtëpisë, sikur donte të mbyllte derën, por Erioni vuri dorën dhe e ndali. Pse më dhe jashtë? Kërkoi ai përsëri. Pse, kur jam gjaku yt, Ariani u shtang. Syti u mbushën me një dritë të ashpër, të turbullt, një lloj turpi dhe zemërimi të përzier. Sepse ai gati gëlltiti fjalët. Sepse ti më kujton gabimin më të madh të jetës sime. Erioni u shty pak prapa, sikur ato fjale kishin goditur fizikisht. Unë jam gabimi yt. Zëri i tij u thye, po. Shpërtheu Ariani. Po, ti s'duhej të ishe bërë kur. Maria më prishi jetën. Të mbajti ty vetëm që të më mbërthej mua pas vetes. Ajo më eci pasi hije, me atë shtatzënin e saj me ty dhe unë s'kisha rrugdalje. Përshpëriti Erioni. Dhe sot rrugdalja jote është të hedhësh djalin tënd në rrugë. Ti nuk je djali im. Klithi Ariani. Nuk je. Nuk e pranoj. Edhe nëse gjaku yt është imi, unë nuk kam detyrime. Jo ndaj teje, heshtja mbërriti si një rufe, Erionit ju zverdh fytyra. Nuk qante, nuk shante, nuk lëvizi. Vetëm e shikonte Arianin me një boshësi që plagoste. Po Maria, pyeti ai më në fund. Për të, a pate detyrime? Ajo vdiq duke të mbrojtur, duke të justifikuar, duke të dashur më shumë se duhej. Ariani uli syt, sikur diçka në të ishte thyer, por u përpoq ta fshinte shpejt. Maria ishte e fortë, tha ai më në fund. Shumë e fortë, më e fortë se unë. Ajo më njohu më mirë se çdo kush. E dinte se çfarë njeriu isha. Ishte gabim që u rikthye tek unë. Gabimi i saj, jo im, po unë. Pyeti Erioni. Çfarë isha unë? Gabimi i saj apo i ti? Ariani nuk foli. Ai nuk mundi, sepse për herë të parë ai u detyrua të përballej me diçka që kishte shmangur për 18 vjet. Përgjegjësinë, e vërteta e dytë. Ajo që si ishte shkruar në letra Teuta ndërhyri. Arian. Maria të kërkoi vetëm një gjë para se të vdiste. Të kujdesej për Erionin. Më kërkoi shumë gjëra, tha ai me zë të ashpër. Të padurueshme. E tërë jeta e saj ishte e padurueshme për ty. Shpërtheu Teuta. Ajo vdiq duke menduar se ishe bërë njeri më i mirë. Ariani hapi gojën të fliste, por Erioni e ndërpreu. Mjaft, tha ai. Nuk jam këtu për të lutur.
Jam këtu për t'i dhënë fund diçkaje. Ai nxori nga xhepi zarfin e letrës së Arianit. Ja ku është e vërteta jote, i tha. Gjithçka që kam qenë për ty. Një bar, një mallkim, një gabim, ai ja la në prag duke mos e prekur dorën e tij. Nuk kam ardhur t'i kërkoj asgjë, as tre, as para, as mbiemrin tënd. E vetmja gjë që dua është të mos më zhdukësh më me heshtje. Ariani e qëndroi aty i ngrirë sikur dikush i kishte këputur zërin. Funi një kapitullerioni u kthye drejt makinës, por përpara se të largohej u ndal dhe tha: Mos haro një gjë, Arian. Nëse Maria ishte e fortë, ishte sepse jetën e mbajti vetë. Edhe mua do më kesh mësuar një gjë. Të mos bëhem kurrë si ti fjalët rënë të rënda, sigur të më dhenj. Ariani u përkul sikur e preku diçka e padukshme. Teuta dhe Erioni u ulën në makinë. Dera u mbyll me një zhurmë të lehtë. Bir, je mirë? Pyeti Teuta me kujdes. Jo, tha ai, por jam më mirë se dje. Ndërsa makinu nis nëpër rrugën e bardhë nga Bora, Erioni pa pasqyrën e pasme. Ariani qëndronte ende në derë, kokën ulur, i vetëm më i vogël se kurrë. Djali e kuptoi se disa njerëz nuk është se nuk duan të ndryshojnë, thjesht nuk munden. Luanit nuk i mjaftonte thjesht të largonte Egzonin nga shtëpia dhe ta linte në mëshirë të fatit. Ai ndjente brenda vetes një lloj mlefi të vjetër, një helm që nuk kishte të bënte vetëm me djalin, por me Borën, me një të vërtetë që ai nuk kishte guxuar ta pranonte asnjëherë hapur. Egzoni nuk e dinte këtë. Ai vetëm ecte çdo ditë drejt shkollës me të njëjtat rroba, pa para, pa bukë, por me një vendosmëri që nuk mund t'ia hiqte askush. Gjatë natës flinte herë në stacion autobusi, herë te bodrumi i shoqes së ngushtë të ëmës, që i jepte fshehurazi ushqim dhe një batanie. Por ndërkohë Luanit i vinte rrotull në mendje një frikë që po e gëryente. A mos vallë djali nuk ishte i tij? Kjo dyshim e kishte shoqëruar për vite me radhë, qysh prej ditës kur Bora i kishte treguar se dikur shumë kohë më parë, para se ta njihte Luani, kishte pasur një lidhje të shkurtër me dikë tjetër. Ai këtë gjë nuk e kishte harruar kurrë. Madje kishte dashur t'i bënte test ADN e djalit, por Bora ishte betuar se ai ishte fëmia i tij. Megjithatë, pas vdekjes së saj, dyshimi u kthye në topuz helmi. Pikërisht ky dyshim e kishte shtyrë të bëhej i pamëshirshëm. Ndërkohë Egzoni bëri diçka që askush nuk e priste prej tij. Një ditë, pasi kishte punuar gjithë pasditën në një lavazh makinash dhe kishte fituar pak para, bleu një zarf dhe shkroi: Dua të di të vërtetën për veten time. Dua të di kush jam. E çoi zarfin për test ADN, duke përdorur qimet e flokëve që kishte mbledhur nga krehëri i vjetër i Luanit para se të largohej. E kishte marrë fshehurazi, pa ditur se po fillonte një stuhi që do të përmbyste të gjithë shtëpinë ku dikur kishte jetuar. Rezultatet erdhën pas 3 javësh, atë ditë kur Egzoni ishte i ulur mbi një stol të ftohtë, duke numëruar lekët që i duheshin për ushqim. I dridhur, hapi zarfin, syt ju zgjeruan. Zemra filloi t'i rrihte fort. Rënkoi lehtë, si goditur nga rufeja. Luani nuk ishte baba i tij, dhe aty në fund të fletës ishte shkruar emri i personit që kishte dalë me përputhje të plotë. Arben Shaba, emër që Egzoni nuk e kishte dëgjuar kurrë, emër që u bëthike mpreth në gjoksin e tij. Ndërkohë, si një ironi e gjallë e fatit, Luanit ju desh të shihte një realitet brutal. Në fshat nisën fjalët. Njerëzit po flisnin se ai kishte bërë padrejtësi duke e nxjerrë djalin e gruas jashtë. Disa kishin parë Egzonin të flinte jashtë, disa tjerë kishin ofruar bukë. Gjysha e Bores, që jetonte vetëm pak shtëpi më tej, nuk e duroi dot më një darkë, trokiti në derën e Luanit. Ai hapi derën, i mërzitur dhe i acaruar: "Çfarë do?" I thiri. Ajo futi një rëndor në xhep dhe nxori një zarf të verdhë, të zhubrosur nga vitet. "Bora e ka shkruar këtë për ty. Para shumë vitesh." Ajo më tha: "Nëse një ditë nuk do jem më, jepi Luanit këtë letër." Dhe ja ku erdha Luani, ngriti vetullat. Ndenjë një çast, hezitoi, pastaj ja rrëmbeu zarfin nga dora: "Lexoje." I tha gruaja e moshuar dhe iku. Luani qëndroi ulur në divan me duar që i dridheshin, ndërsa hapi zarfin. Letra ishte e shkurtër, ngjyrë bezh, me shkrimin e Bores që e njihte me sy mbyllur. "Luan, jam e detyruar të them të vërtetën. Kur u lidhëm bashk, unë kisha vetëm pak javë që kisha shkëputur një lidhje tjetër. Se dia nëse isha shtatzën apo jo. Kur doli se po prisja fëmijë, unë të zgjodha ty. Të doja ty. Dhe e di që Egzoni ka qenë dhurata më e bukur që kjo jetë na dha. Nuk ta thash kurrë sepse ti nuk do të kishe pranuar të na mbaje të dy. I friksohesha reagimit tënd, por ai është fëmia yt në zemër, edhe nëse gjaku thot të kundërtën. Të lutem, mos e lëndo kurrë. Ai nuk ka faj." "Bora,
Luani e mbajti letrën në duar për minuta të tëra, pa u lëvizur. Pastaj thjesht u përkul përpara dhe shpërtheu në të qara. Për herë të parë pas shumë vitesh, një burr që gjithnjë duke i hekur tu thye. Ditën tjetër mori vendimin që s'do ta kishte marrë kurrë më parë, po ti mos i kishte rënë gjithaj qiell mbi kokë. Hapi derën. Doli me hap të rënd në rrugën kryesore të fshatit dhe filloi të pyes njerëzit. Ku është djali? A e keni parë Egzonin? Askush nuk i jepte sakt përgjigje. Dikush e kishte parë në stacion. Dikush tjetër te lavazhi. Një grua plak tha se e kishte parë të flinte në stol. Luani ndjente se çdo hap e mbyste fajësia. Si do t'i dilte para syve? Çfarë do t'i thoshte në fund të ditës, ndërsa rrezet e fundit të diellit po përplaseshin me ndërtimet e ulta të fshatit? Pa një figurë të njohur të ulur të ura e lumit, me çantën e vogël afër këmbëve. Egzoni dobët i lodhur, me sytë që s'kishin ngjyrën e dikurshme. Luani u ndal disa hapa larg. Nuk dinte si të fliste. Nuk dinte si të merrte frym. Egzon tha më në fund me zë të ulët. Kam gabuar. Ke të drejtë të më urresh. Por të lutem më duhet të flasim. Egzoni nuk u kthye. Vetëm pyeti, pse më përzore nëse e dije që nuk isha yti? Fjalët i ran Luanit si thik. E mora vesh tani, përshpëriti ai. Dhe prandaj jam këtu. Egzoni nxori zarfin nga xhepi. Edhe unë e mora vesh tani. Sytë e tyre u kryqëzuan për herë të parë pa urrëtie mes tyre. Vetëm dhimbje, vetëm mungesë, dhe një boshllëk të cilin askush tjetër nuk mund ta mbushte. Luani ul ngadalë në tokë, pranë tij. Nuk kam qenë kur burr i madh, as baba i mirë, por dua të filloj nga e para. Dua të mbaj premtimin që Bora më la në letër, në ajër mbeti heshtja, e gjatë, e rëndë si një lum i ngrirë. Dhe pastaj Egzoni i tha fjale që askush nuk do t'i priste nga një 18 vjeçar i lënduar. Unë nuk dua gjak, dua vetëm një shtëpi, dhe një vend ku të mos më përzëri askush. Luani mbylli syt. Lotët i rodhën rrëke, ke shtëpinë tënde, ke vendin tënd. Të betohem, Egzoni u ngrit në këmbë, mori çantën, dhe për herë të parë pas 2 muajsh ndoqi pas një njeri që nuk e kishte parë kur më parë si baba, por që po përpiqej të bëhej i tillë. Hapa të ngadalë. Rrugë mbushur me plag. Por ndoshta për herë të parë me një dritë të vogël shprese.